Turizmi në Këlcyr po një rritje të ndjeshme falë ndërthurjes së bukurive natyrore me aktivitetet sportive në natyrë. Hiking dhe sportet ujore si rafting, kajaking, kanoing janë kthyer në atraksione kryesore për vizitorët vendas dhe të huaj. Zona jon po të rrej gjithnjë më shumë një numër të lartë turistash vendas dhe të huaj. Kryesisht në këtë zonë është një numër i lartë i fluksit të vizitorëve, të cilët janë ata çek, polak, italian, gjerman. Kemi një destinacion turistik fantastik për turistat vendas dhe të huaj. Për të kaluar fundjava të bukura, ky destinacion ka bërë që dhe turizmi familjar të jetë më i zhvilluar gjatë fundjava me familjarët. Një trend në rritje është dhe ai aventurës me biciklet, hiking dhe ai lumor. Specialistja e turizmit, Eglantina Zeqiri, thekson se puna e koordinuar mes operatorëve turistik ka ndikuar ndjeshëm në ofrimin e turizmit me standarde dhe eksperienca të sigurta për turistët. Dua të theksoj se ky sport është bërë dhe si biznes tashmë në zonën tonë. Çdo guid duhet të ketë një operator për të garantuar një turizëm të sigurt, turistik dhe me standarde. Sportet ujore, veçanërisht raftingu, vijojnë të jenë ndër aktivitetet më të kërkuara, duke u kthyer në një pikë referimi për turizëm aktiv në jug të Shqipërisë.